Nëse kini logo ndihesh si biznes. E nëse ki logo plus rrjete sociale, njerëz fillojnë me ta pa emrin shpesh, fillojnë me të kujtu. E nëse ki logo, rrjete sociale e edhe website, atëherë dukesh ma serioz. Sepse kur dikush dëgjon për ty, gjëja e parë që bën është me të kërku online. E aty vendoset gjithçka. Nëse website duket i ngadalt, i çrregullt ose pa identitet, truri njeriu të lidh menjëherë me mungesë profesionalizmi. Edhe nëse biznesi yt është shumë i mirë. Po kur gjithçka lidhet bashk, logoja, ngjyrat, si lëviz website-i, prezantimi i pronave, atëherë nuk e ndjejnë më si vetëm një biznes. E ndjejnë si diçka reale, diçka që mund t'i besojnë. Për Flatra Real Estate Rose Zepa zhvilloi një eksperiencë digjitale që nuk është ndërtuar vetëm për me u duk bukur, por për me mbajt vëmendjen e për me kthy interesimin në veprim. Sepse sot website-i nuk është luks. Është momenti kur dikush vendos nëse të beson apo kalon te tjetri.